Mbi 3.000 fermer kanë aplikuar për të përfituar kompensimin 10% të TVSH-s që përjapjes së aplikimeve më një korrik. Sipas të dhënave të administratës tatimore, deri më 10 gusht janë dorëzuar online 3.366 aplikime në platformën e-filing, prej tyre 1.120 aplikime janë miratuar, ndërsa 2.138 janë ende në proces shqyrtimi. Në total, fondi i kompensimit arrin në 8.3 milion euro, ndërsa skema përfshin autofaturat e lëshuara nga përpunuesit ose grumbulluesit për periudhën janar-qershor. Për të përfituar, fermerët duhet të jenë të pajisur me NIPT dhe në platformën e-filing të identifikojnë autofaturat për produktet e dorëzuara. Pas identifikimit të tyre, sistemi llogarit automatikisht vlerën totale të autofaturave dhe shumën e kompensimit prej 10% të TVSH-s. Përpunuesit sqarojnë se për të përfshirë në skem, fermeri duhet të ketë NIPT, ndërsa produktet e dorëzuara për shitje duhet të plotësojnë standardet e kërkuara. Aplikimet vijojnë online përmes sistemit e-filing, ndërsa administrata tatimore po shqyrton kërkesat e paraqitura nga fermerët.